Transmeton hadithet e shumta Buhariu dhe Muslimi në sahihat e tyre, në koleksionet e haditheve të tyre, ku transmetohet hadithi nga Ebu Huraira dhe sahabë të ndryshëm, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vike Fatimja, vajza e tina, me vizitu pejgamberi alayhis salam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngrit kën kom, e përqafejke edhe unë që ke pranë vetës vetë. Kjo sjellje e pejgamberit alayhis salam me vajzën e tina, duke ju ngrit në kom, pejgamberi sallallahu nuk ju ka ngrit në kom as kujna, as mbretërve, as udhëheqësa të tjerë, as kërkujt hiç. Edhe nuk e ka pëlqy ngritje në kom përveç se nëse vjen ndaj musafir apo po shet respektin se është më i vjetër. E Fatimës çikës vet ju ka ngrit kom. Shenjë e respektit të madh që e ka pas për vajzën e vet. E kjo është vepra tjetër për cilën ka thonë pejgamberi sa hadithin se transmeton Muslimi, ai i cili i edukon, i rrit 3 vajza, ka me konë bashkë me mu në xhenet, edhe i ka bashku 2 gishtat. Transmetimin e Abu Davudit me senet të vërtet, ka thonë pejgamberi sallam, ai i cili i mbikëqyr 3 apo 2 vajza, 2 apo 3 motra, nëse janë përgjithësinë e tina, derisa ndahen njëri prej tjetrit, derisa derisa të martohet ajo vajza apo motra, apo derisa të vdes njëri prej tjetrit. Do të ka me konë në xhenet, thot pejgamberi sallam, me mu, edhe të thot transmetuesi i hadithit i ka bashku të 2 gishtat kështu. Ka me konë me pejgamberin sallam në xhenet. Kjo është vepër çka secili prej neve mund të më bëj. Ai i cili Allahu xhel i ka dhuru vajza, e ka shancën e madh me hi në xhenet, e ka shancën e madh me pokon me pejgamberin sallam në xhenet. Transmetim tjetër thot pejgamberi alayhis salam, hadithin se transmeton Anas ibn Malik, thot ai i cili i edukon, ai i cili i rrit 2 vajza, ka me konë pejgamberi sallam në xhenet. Po në transmetimi tjetër thot pejgamberi sallam, ai i cili edukon 3 vajza, i rrit ato derisa ti marton, kanë me konë sebeb këto vajzat e tina që me konë perde mes këtij personit edhe mes xhenemit. Ka me pas barikad, këto kanë me konë shkaktar. Edukimi i tyne, rritja e tyne, martesa e tyne kanë me konë shkaktar për të 2 prind, që me pas barierë, me pas barikad mes tina dhe mes xhenemit. Kurse në transmetimin tjetër, thot pejgamberi sallam, ai i cili i rrit 3 vajza, e ka pyet sahabët e Allahut e 2, ka thonë edhe 2. Ka thonë transmetuesi i hadithit, vallahi e kom pa fytyrën e pejgamberit som sikur të kish pyet ndaj njëri prej neve, e një kish më thonë edhe një. Ai i cili i rrit 3 vajza apo 2, i edukon ato, i veshmbath, mbikëqyret për to, nuk ka shpërblim tjetër. Në transmetim tjetër, përveç se xheneti, transmetim tjetër e ka të garantuar, apo i është bë obligim atina, farz ju ka bë xheneti. Farz ju ka bë xheneti. Këto vllazni e arrin një besimtar i cili i plotson këto kushte që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Ai i cili i rrit 3 vajza apo 2 vajza, apo ashtu që ka thonë edhe kjo sahabijët, kish pyet në njëndi prej neve, një kërsh me thonë edhe një. E rrit ato, e veshmbath ato që ka hanë vetë, e ushqen edhe fëmijën e vetë, po edhe edukon ato. Edukimi vllazni që ka shpesh herë jemi duke i kushtuar rëndësi edukimit material, e jo edukimit moral. Kryesorën çka e kena mi eduku fëmit, qysh me mësu shumë, edhe me fitu pare shumë. Qyre shoqet e tua që a u punojnë,
Qërë shokët e tu që a punojnë. Pimoni ka 1.000 euro, 2.000 euro rrugë. Edhe e edukon fëmin në atë formë që kryesorja mi pru babës pare të shtëpia. Pa parësysh se metoda apo forma që janë. Për ata fatkeqësisht djemë tri që shesin narkotik, apo bojnë vepra të këqija, apo vrasin dikanin me pare, apo për mja marrë pasunin, apo vjedhen. Pse i detyron kjo? Kjo detyron vllazni mas pari edukata familjare. Që fatkeqësisht prindi edukon kryesorja me, jo që i thot prindi vill, apo vroj dikanin, apo mashtron dikanin. Po një farforme e detyron ato mi bu këtu. E edukon ato që kryesorja është me pru paret e shtëpia. Edhe kur t'ja bjen paret nuk e vetë se ka i ki marrë këto. Qysh i ki fitu këto? Ka i marrë dhe këto pare. Tim punë sje, apo punë në rrugën që e ki nuk ta mrin çdo pare. Do të me dhonë fëmija përgjithësi vllazni. Edhe vajzat edhe djemët. Për ata pe jamësram, për me arrit këtë kusht, me fitu xhenetin nuk është kallaj. E mu largu pi zjarmit të xhenemit me shpëtu nuk është kallaj. Për ata Allahu azza xal ka thonë: "Faman zuhziha anin-nar wa udkhila al-janna faqad faz." Ai i cili i shpëton zjarmit të xhenemit, edhe hin në xhenet, ai ka fitu. Wama al-hayatu ad-dunya illa mata'u al-ghurur. E bota e kësaj, jeta e kësaj bote është vetëm një knatësi kalimtare. Jeton 70 vjet, 80 vjet, 100 vjet, 200 me të dhon Allah ymë vetë kimë dik. O pat çat knatësi që e ki këtu kimë lon. E shpëtimi kryesor është me shpëtu bi zjarmit të xhenemit e me hin xhenet. Për ata nuk është kallaj me shpëtu zjarmit të xhenemit e me hin xhenet. E Allah ta ka garantuar xhenetin me këtë edukim. Nëse i edukon fëmijët e tu, familjen tënde, mas pari në moral, pastaj në sjellje të mirë, e pastaj me kërku edhe rrezikun e Allahut xhel në halal, jo në mashtrime, jo në haram. Nëse këtë e ki bo, e ki plotsu një ndin kusht. Pastaj tjetëri është që ti mi veshmbath, mi ushqy ashtu qysh e ushqen edhe vetën tënde. E jo për vetën tënde me këshir luksin, e për familjen tënde çka të ka qelluar, sa çat tjerat mi dhon fëmijëve. Për ata pejgamberi sa më ka thonë: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Secili për juve është përgjegjës, ka me dhon përgjegjësi para Allahut azza xal ditën e gjykimit. Për tufën e tina. Tufën e tina, don familjen tënde çka e ke. Kjo është tufa jote, është një sikur se tufa e zogjve të pulës apo të shpezve. Tufe ka ata, ajo përgjegjëse për ta. Edhe na jena përgjegjës për familjet tona. Kina me dhon llogari para Allahut azza xal. Thot Ibn al-Qayyim, ashtu qysh kanë me dhon llogari fëmia para Allahut azza xal, shpesh i nina ajete të shumta edhe hadithe ku pejgamberi sallallahu na ka porositë edhe Allahu azza xal mi respektu prind. Mi respektu prind, kjo është derë tjetër e xhenetit që do të flasim inshallah. Po thotë Ibn al-Qayyim, ashtu qysh i ka urdhëruar Allahu azza xal fëmijët mi respektu prind, edhe kanë me dhon përgjegjësi fëmia te Allahu azza xal se ai ka respektu prind ajo. Thotë Ibn al-Qayyim, mas pari në ditën e gjykimit kanë mu pyet prind e pastaj fëmijë. Pas pari kanë mu pyet prind për fëmijët e vet se çu i kanë edukuar. E pastaj kanë mu pyet fëmia sa i kanë respektuar edhe i kanë dëgjuar prind. Për ata kanë përgjegjësi secili prej prindve në edukimin, veshmbathjen, mbikëqyrjen e fëmijëve të vet. Me këshyrë se apo të vjen djalin 2 natës, hajde se ky djalë s'prish punë. Masaj kur t'ja nis edhe çika me ton 2 natës, e vallë kumete. E dush me nal edhe djalin. Kur të nal djalin, çika merr vesh edhe kjo s'van me dal. E kur të hupin këtë masaj me 2 javë, 3 javë, masaj moli lajmëru polici. Për ata edukimi, pastaj mbikëqyrja e tyre, deri në momentin kur ato të martohen, kur martohen është përgjegjësi pastaj e burrit. Përgjegjësia jote është kry me këtë moment. Deri momentin e martesës, apo deri momentin e vdekjes tënde, e ki përgjegjësi ti, si prind, apo vllau në transmitimin tjetër që e përmendëm për motër. Se shpesh herë
ndodh nëse prindi vdes, e sa motrat tona janë jashtë, e detyrohen me bë vepra të këqija apo punë të këqija, për shkak se vllazni si intereson. Nëse tutesh Allah me çute shtëpia motrën tonë dhe pi grus, s'ka lidhje dhe kjo burrni është. Po s'po ti paguja një qerat banesës. Apo marrëja një dhomë tjetër me një kuzhinë afër shtëpisë tonë. Kjo është mbikëqyrje, nuk është mbikëqyrje vetëm me pas të shtëpia, motrën tonë, edhe me këshyrë. Mbikëqyrja jote është ti më për kujdes për të çka të ka nevojë. Nëse don xhenetin Allah. Jo bë motra, çka larg është motra Allah, me mujt u mbikëqyr 7.000. Shpesh i dëgjon kështu. Vallahi ki përgjegjësi për motrën tonë. Ki më dhon llogaritë Allahu xhel për motrën tonë. Për shkak se momentin nëse ajo s'ka prind, nuk e ka babën, minier bara për mbikëqyrje, nëse s'ka burri bjen vllau. Ka më dhon përgjegjësi vllau për motrën e vet. Para Allahut azza wa jall. Nëse i ka pas mundësit, edhe motra ashtu i e keq. Edhe ty s'ka interesu për motrën tonë. Edhe ajo çka është më e keqja çka e bojnë ana, e më e rënda çka e bojnë ana që kena më dhon përgjegjësi për Allahut azza wa jall, do të flasim hutbën e dytë, wa qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Traditat që na kanë mbet vllazni prej gjahilietit, kohës ignorancës, e që nuk janë për islamit hiç, është mëzdhonja e hisës, trashëgimis tek vajzat. Kjo vllazni nuk është me islam. Kjo është me kanon të lek dugaxhinit. Është me kanonin e një prifti, i cili në të me lexu të është të merr. Me lexu të drejtat e grave është të merr. Një për tëne është se gruaja momenti kur të martohet, burri ka drejt me rreh, me llomit, me shtime punu çka dën, me shtime bë çka dën, e jo veç burri, po komplet familja e burrit. Për ata ka thonë, a ki nxon rroba? Po e kom nxon vallai një rrobë filën katuni. Pse rrobë? Për shkak se gruaja kon rrob. Bashë rrob. S'ka pas drejt me fol, s'ka pas drejt me kundërshtu, s'ka pas drejt me dhon mendimin e vet. Çka s'ka drejt burri ndaj gruas me kanon veç me myt. Çat herës nëse e myt ka drejt familja me kërku hak apo me kërku gjakon e bijës vet. Përndryshe, po që e rreja sa ka thënë, ja thënë ai koma ndaj dorë, hiç s'është problem. Po ashtu të bija momenti kur të martohet, kryet hisja e saj. S'ka më hise. Të kena martu, ta kena bo dashmën, dashmja është hise jote. Po dashmën që ma keni bo muja, keni bo dhe djallit. Është njëjtë. Që atë dashmën që ja keni bo qike, që ja keni bo dhe djallit. Vjen për djallit edhe ma shumë se sa për qik. Një kana gjetë që aty një notën e grave që aty, tretën e grave dhe u kry ma beti. A për bura? Ja. Krëshje, darsmore, topone, muzike, medën e jinë rënë atë. E njëjtë është. Njëjtën dashmë ja keni bo. Për ata Allahu azza wa jall na porosit neve mos mi do fëmijët pi trashëgimis. E kanë obligim edhe prind sa janë gjallë, po mos i desin bara kryesore i jetë djemve. Atyne që e bujnë dallaverin më të madhe. Folëm herën e kalume që shpesh herë kena ndëgju që e hajnë pasunin jetima. Po këvet kjo marrallë se mas vdesin e ma jesin gjallë e rritën e kështët. Po femna 80% ja hajnë pasunin. 80% tek na, përveç sa i cili tutët zotit, edhe i të qysh, një 10% për tëne me qykën e zorit ja jep, a dhe qysh dush të i motër, po së është tradit për të na, o kërkush që ka dhonë. More me na kesh dikush, dhe jo për mund të adho me gjithë shef, se është obligim për Allah. Po more ty po të kesh dikush, qatë gojle e ka kja për kesh dikush ajo. Ozni që kjo është që do të me adhon hisën. Edhe që a jep hisën, nuk e ki përfundu, se me nën dikush me adhon një hisës ka përfundu haku. Ja, edhe me adhon hisën, nëse si ka kushtet i ki obligim me mojtë. Edhe që e ka adhon hisën.
Për ata, vllazni, ne të këshirni drejtat e grave prej Amerikës në Australi nuk gjohen më shumë se sa që I ka dhënë grave drejt Islam. Nuk gjohen drejta më shumë se sa që I ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Shpesh e kena përmend Allahun, fjalën e Allahut ku thot ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A nuk e din Allahu çka ka krijuar? Allah e ka ditë se gruaja është krijuar dopt. Ka nevojë për mbikëqyrje, ka nevojë për kujdesje. Për ata ja ka siguru për kujdesin pej lindjes, pej ndjep deri në varr. Edhe pse ka hise, prap nëse nuk I mjafton, baba e ka për obligim. Po se ka smunët, baba I ka dek, burri ka obligim. Po burri ka dek, vlla e ka obligim. Po nëse ka djemt e kanë obligim në. Kanë xhenetin e kom të nanës. Për ata, vllazni, kemi kujdes mos të hina në gjuna. Allahu Azza wa Jall kena me dhon përgjegjësi për Allahu Azza wa Jall për çdo sen që e hajna këtu këtë dynjë padrejtësisht. E lutem Allahun Azza wa Jall të na fal, e të na udhëzoj në rrugën e drejtë. E lutem Allahun subhanahu wa taala bëj për atyre të cilët bujnë vepra që takojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhenet edhe na bashkon me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam xhenet. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum.